Në Kumanov janë të evidentuar 900 persona me nevoja të posaçme, nga të cilët 90 janë nxënës. Këto të dhëna i bëri të ditur kreu i komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski, gjatë pranimit të donacionit të një makine të specializuar për transportin e personave me nevoja të posaçme nga organizata islamike Ahmedije dhe shoqata humanitare Humanity First nga Gjermania. Ovo je samo početak, делот на нашата соработка. Ky është vetëm fillimi i bashkëpunimit tonë të iniciuar nga kumanovarët në Gjermani, gjatë vizitës sime 2 ditore si kryetar në Gjermani. Jam i impresionuar nga vullnetarizmi që e praktikojnë antarët e kësaj organizate, si një nga mënyrat si duhet të ndihmuar një bashkësi apo një shoqëri, deklaroi Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës së Kumanovës. Уште еднаш ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите и да Because we consider that Muslims have to do two things. Ne besojmë se muslimanët duhet të respektojnë Zotin e tyre dhe të ndihmojnë njerëzve. Ju keni një kryetar i cili është i gatshëm të zgjerojë kauzën e komunës së Kumanovës në botë, për çka ne jemi të impresionuar. Shpresojmë se bashkëpunimi ynë i filluar do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha Vagus Hauser, përfaqësues organizatës Ahmedije dhe Humanity First nga Gjermania. Again, I was very much impressed by his Sipas kreut të Kumanovës, Maksim Dimitrievski, në komunën e Kumanovës për transportin e personave me nevoja të posaçme, nevojiten më së paku 6 makina të këtilla të specializuara.